Tingëllon çuditshëm, por ndodh që një vështrim ndonjëherë i pafajshëm, por dhe një fjalë e thënë pa ndonjë tendencë të bëhet shkak kryesor i gjenerimit të dhunës tek nxënësit në ambientet shkollore. Psikologët referojnë se në këto vitet e fundit në institucionet shkollore mbizotrojnë rastet e dhunës emocionale. Janë ata të cilët konsiderohen si drejtuesit e grupit, që i lejojnë vetes të vënë në lojë nxënës të tjerë, duke i dhunuar psikologjikisht bashkëmoshatarët e tyre. Zakonisht konfliktet më të shpeshta ndodhin brenda klasës, gjë që është pozitive në thonjza në kuptimin që menaxhohet edhe më thjesht. Mund të ketë edhe konflikte që shpërndahen pastaj dhe mund të dalin nga klasa. Trendi në thonjza është dhuna emocionale dhe dhuna psikologjike. Pra vënia në lojë, tallja, përjashtimi social apo përndjekja në thonjza në rrjetet sociale me qëllimin për të ulur apo thjesht për të vënë në lojë është ajo që po dominon dhe është ajo ku ne po vëmë theksin më tepër. Psikologët sqarojnë se problematikat ndryshojnë sipas moshës së fëmijëve, por adoleshentët kryesisht adresojnë problemet e natyrës personale dhe që shkojnë me shkallëzime. Janë edhe konfliktet që mund të jenë situacionale, të cilat nuk arrin të menaxhohen mirë nga nxënësit. Edhe kjo është një pikë tjetër kryesore ku ne mundohemi që të punojmë fort në mënyrë që ata të mos i zgjidhin konfliktet gjithmonë me tendencën për të fituar. Pra edhe tërheqja ndaj një konflikti nuk duhet konsideruar si tipari një frikacaku, po duhet konsideruar si shenjë qytetarie, si shenjë vetkontrolli. Rastet e dhunës në shkolla janë kthyer prej vitesh në një shqetësim të madh për adoleshentët, por edhe për më të vegjëlit. Identifikimi i këtyre rasteve në kohë nga mësuesit apo vetë nxënësit çon në parandalimin e tyre, duke zgjidhur çdo situatë konfliktuale të krijuar ndërmjet bashkëmoshatarëve.